Sa më pak concealer të vendosni afër çerpikëve, aq më pak do ju bëj crease. Nëse parë se të vendosni concealerin dhe keni të pjesën poshtë syve të thatë, gjithmonë vendosni një krem para. Unë vendosa këtë sot. Kisha pjesën poshtë syve dhe pak të fyr, prandaj më ndihmoi shumë. Sot në make-up dua diçka pak më mbuluese, por gjithsesi asnjëherë nuk e vendos concealerin këtu. Vendosa aty ku kam nevojë për mbulim ose në vendet që dua të ndriçoj. Pas po marr një furçë, është kjo nga House Labs, dhe vendi i fundit që unë do vendos produkt është kjo pjesa këtu. Nëse shikoni që është mbledhur pak produkt këtu, hiqeni para se t'i bëni set, sepse nëse ka produkt të mbledhur para se t'i bëni set me setting powder, do duket më keq. Sigurohuni që ajo pjesa poshtë syrit të jetë komplet e hapur para se ta vendosni. Pra produkti të jetë i hapur në mënyrë të njëtrajtshme. Dua ta vendos make-upin vetëm në vendet që ka nevojë. E kur e bëj set, nis gjithmonë me këtë pjesën këtu. Pastaj me çfarë më ngel në furçë, bëj set pjesën më afër syrit. Sot nuk dua shumë bronzer, por do vendos vetëm pak powder bronzer. Dhe gjëja kryesore që më mungon sot në make-up është blushi, po përdor këtë të YSL. Po marr dhe pak nga kjo paleta që bëra pjesën sipër të syve. Po shtoj edhe pak më shumë giza. Do dal një herë rimelin dhe vendos më model koha. Nëse dua të hap pak më shumë concealerin, përdor një setting powder, press powder. Po marr këtë të Fenty Beauty që është e bardhë dhe i bëj shumë lehtë set, vetëm për ta hapur ngjyrën e concealerit. Dhe make-upi duket shumë bukur. Pra këto janë gjërat kryesore që bëj kur vendos concealerin. Nëse dalloj që lëkurën e kam shumë të thatë, gjithmonë vendos një eye cream para dhe concealerin përpiqem që të vendos sa më pak concealer te vendet që mund të bëhen crease. Tani jam gati për të dalë.